Kosova rrezikon të mbetet pas në garën për miliona euro të Bashkimit Evropian, ndërsa fshinjët e saj vetë se ka nisur të përfitojnë. Blokada politike pas zgjedhjeve të fundit parlamentare po i kushton vendit miliona euro nga plani i rritjes i BE-s për Ballkanin Perëndimor. Kjo paketë prej 6 miliardë eurosh është miratuar në pjesën e fundit të vitit 2028. Planet kanë qenë që shpërndarja e tyre të niste në fund të vitit të kaluar, por është shtyrë për disa muaj. Më 21 qershor, Serbia është bërë vendi i fundit pas Maqedonisë së Veriut, Shqipërisë dhe Malit të Zi, që ka njoftuar se ka pranuar mjetet e para nga BE-ja në vlerë prej 51.66 milion eurosh. Bosnia-Hercegovina nuk e ka dorëzuar ende agjendën e kërkuar të reformave tek autoritetet evropiane. Në Kosovë, problemi është tjetër, ajo nuk ka kuvend të konstituar për të ratifikuar marrëveshjen e nevojshme për përfitimin e fondeve. Marrëveshja e tillë kanë karakter të marrëveshjeve ndërkombëtare, ndaj edhe duhet të ratifikohen në kuvend me 2/3 të votave. Përkundër 10 përpjekjeve, deputetët nuk kanë arritur deri në 25 qershor të konstituojnë kuvendin. Vëzhguesit u sugjerojnë atyre t'i lënë me një ngrindje të brendshme për të përfituar nga një mundësi që mund të ndikojë drejt për drejt në rrugën evropiane të vendit, por edhe në zhvillimin e tij ekonomik. Pse është kjo e rëndësishme sot? Sepse nëse Kosova e ka head startin hapin e nisjes, më të vonshëm se vendet e tjera, që i bie që ti do të jesh një hap prapa, thot Damush Sashajn nga Instituti i Kosovës për Politika Europiane. Nga plani i rritjes që mbulon periudhën nga viti 2024 deri më 2027, Kosova mund të përfitojë mbi 880 milion euro, mbi 250 milion do t'i ndaheshin si para për kthim, ndërsa pjesa tjetër në formën e kredive të policme. Pjesa prej 7% si para financim që tashmë është ndarë 4 vendeve ballkanike për Kosovën i bie të jetë rreth 61 milion euro. Këto mjete kanë për qëllim për afrimin e 6 ekonomive në fjalë me ato të BE-s, organizatës ku të gjitha synojnë të antarësohen. Megjithatë, ato janë paralajmëruar se nëse brenda 1 apo 2 vjetësh nuk i kryen reformat e kërkuara nga zhvillimi i sektorit privat deri tek tranzicioni i gjelbër dhe digital, atëherë shuma e parapar për to do t'u shpërndahet vendeve të tjera. A ka afat për ratifikimin e marrëveshjes? Radio Europa e Lire pyeti Bashkimin Evropian se a ka ndonjë afat deri kur Kosova duhet të ratifikojë marrëveshjen përkatëse për të marrë mjetet e para financimit, por deri në publikimin e këtij artikulli nuk mori përgjigje. Burime brenda qeverisë në detyrë të Kosovës i thanë Relit se një afat të tillë nuk ka. Ngjashëm pohon edhe Shasha. Sipas tij, para financim nuk rrezikohen drejt për drejt nga vonesa në ratifikim, por vonesa në këtë hap të parë mund të sjellë pasoja zinxhirore, duke ndikuar edhe në përmbushjen me kohë të kushteve të vendosura nga Bashkimi Evropian për vitin 2025 dhe 2 vitet pasuese. Këto kushte përfshin përparimin e reforma dhe një dialog konstruktiv me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve. E megjithatë, kjo mund të vonojë Kosovën në periudhën 2025-2027 si dhe ta vendosë atë në një situatë ku nuk mund t'i shpenzojë mjetet e veta nga plani i rritjes. Fondet që Kosova nuk arrin t'i shpenzojë do t'u ndahen vendeve të tjera, thot Shasha, duke u thirrur në dokumentet e BE-s për planin e rritjes. Çdo vonesë në sigurimin e tyre, thot Bërxhalliu, është e dëmshme, sidomos në një kohë kur bota përballet me inflacion të lartë dhe kosto gjithnjë në rritje. Në mesin e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, Kosova është e vetmja që nuk e ka statusin e vendit kandidat për antarësimin në BE. Efektet ekonomike, por eksperti i ekonomisë Safet Bërxhalliu thotë se vonesat në shfrytëzimin e mjeteve nga plani i rritjes janë humbje edhe në aspektin ekonomik. Sipas tij, Kosova ka nevojë të madhe për investime, si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat. Ai thotë se një pjesë e këtyre investimeve do të mund të aderoheshin përmes fondeve të BE-s. Projektet që sot kushtojnë ta zëm 50 milion euro vitin tjetër do të jenë me kosto shumë të lartë, thot ai për Radio Europa e Lirë. Bërxhalliu kujton se Kosova vazhdon të jetë në masa ndëshkuese të BE-s të vendosura në vitin 2023 pas tensioneve në veri të vendit dhe se pamundësia aktuale për të përfituar nga fondet e BE-s vetëm sa rëndon më tej këtë situatë. Shfrytëzimi këtyre mjeteve do të kishte mesazh të qartë për kundërshtarët e shtetit të Kosovës se Europa është me ne jemi në rrugën e integrimit.
Dhe pretendojmë dhe mendojmë për një ditë të jemi të barabartë në familjen europiane, thot Gërxhalliu. Thirrje për të kapërcyer ngërçin politik, Kosovës i kanë bërë edhe zyrtarët huaj, përfshirë shefen e politikës së jashtme të BE-s, Kaja Kallas, derisa deputetët e partisë më të madhe lëvizjave të vendosje dhe të partive të tjera mbeten të ngurtë në shëndrime, miliona euro të tjera mbeten poshtë të bllokuara. Më 26 qershor, ministri në detyrë i financave Hekuran Murati shkroi në Facebook se janë 90 milionë euro të alokuara nga Banka Botërore për Kosovën, të cilat presin ratifikim nga Kuvendit nga muaji maj i vitit të kaluar. Edhe për këtë çështje, partia deri më tash në pushtet dhe ato në opozit shkëmbyen akuza kundrejt njëra tjetrës.